I bëf mirë. Do t'ju njoh me një nga pizzeritë më të vjetra të Tiranës, Pizza Tani. Shikoni çfarë bën Tani. O Tani, do na tregosh një çik historinë si e nisi? Unë kam pas punu shumë në pizzeri. Aha. Në vitin 94 kam marrë Shqipëri që kam fillu punë. Kam punu në Itali. Itali. 2 vjet, po. Aty mësove pizza. Po, atje kam punu një 2 vjet. Edhe pastaj kam marrë këtu. Edhe punova në këtë lokale në Tiranë këtu. Cili është sekreti i një pice të mirë? Për kushtimin, pasionin. Po ti nuk e ke ndryshuar fare lokalin. Jo. Do më thonë, dhe mbajtja në njëtin vend mund të jetë suksesi që shkon mirë. Varet se si e shef. Kështu që mund të jetë edhe kjo suksesi, e kupton? Nuk është e thonë domethënë që ndryshimi sjell gjithmonë atë më të mirë. Mund të jetë edhe mbajtja, mund të jetë edhe ky rasti që ndodh kështu domethënë që po e mbajtja kështu është mirë. Çfarë veçante ka Pizza Tani në morinë e pizzave që bëjnë në Shqipëri? Kjo që bëhet këtu nuk besoj se e bëjnë në Pse? Çfarë veçante ka? Nuk është se është veçantia e tij, po jo ndoshta. Edhe kjo mund të jetë.